Europa prodhon më shumë akullore se kur ky shtet kryesor renditjen. Industria europiane e akullores hyri në një trajektore të reritse vitin kaluar sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat. Në vitin 2025, prodhimi i akullores në Bashkimin Evropian arriti në 3.44 miliard litra, duke shënuar një rritje prej 1.9% krahasuar me vitin 2024, kur ishte 3.38 miliard litra. Gjermania në krye, por Italia po vrapon më shpejt. Në renditjen e prodhuesve më të mëdhenj në Bashkimin Evropian, Gjermania mbetet në vendin e parë me 608 milion litra në vitin 2025, e ndjekur nga Italia me 549 milion litra dhe Franca me 525 milion litra. 5 prodhuesit kryesor përfshin gjithashtu Spanjën me 457 milion litra, Belgjikën me 274 milion litra. Vlen të përmendet se 5 nga këto vende shënuan një rritje të prodhimit të tyre, krahasuar me vitin 2024, ku rolin kryesor nuk e luajti Gjermania, por Italia, ku prodhimi u rrit me 10%. Franca e para në eksporte. Përtej prodhimit të dhënat Eurostat hedhin dritë edhe mbi bilancin tregtar të sektorit. Në vitin 2025, vendet e BE-s eksportuan 289.8 milion kilogram akullore në vendet e treta, ndërsa importuan 77.8 milion kilogram. Eksportet u rritën me 10% krahasuar me vitin 2024 plus 26 milion kilogram, ndërsa importet u rritën me 12%, plus 8.5 milion kilogram, një tregues se kërkesa si brenda ashtu edhe jashtë bashkimit është në rritje. Në eksporte frenat mbahen fort nga Franca, e cila ishte gjithashtu eksportuesja më e madhe akullores në BE vitin e kaluar, me 59.1 milion kilogram në vende të tjera, pra një pesta 20% e të gjitha eksporteve të BE-s. Kjo pasohet nga Italia 55.2 milion kilogram, 19% Belgjika 34.5 milion kilogram, 12% Gjermania 29.9 milion kilogram, 10% dhe Holanda 26.5 milion kilogram, 9%. Europa vëren se Qiproja, Luksemburgu dhe Malta janë të përjashtuara nga detyrimi për të dhëna mbi prodhimin për shkak të madhësisë së ekonomive të tyre, ndërsa të dhënat mbi prodhimin e shitur mbeten konfidenciale për Hungarinë, Hollandën, Poloninë, Portugalinë, Rumaninë, Sloveninë dhe Suedinë. Prodhimi regjistrohet në litra, ndërsa tregtia importet eksportet në kilogram.